u vu në saq të mos duket dhe të mos jetë aktive. Dhe po e them një mshefësi që ndoshta nuk i bën derë projektin në fjalë, të kesh një ofertë amerikane dhe gazit të kalojnë nëpër Kosovë dhe nga Kosova të furnizohet edhe Malizi, ndoshta edhe Bosnia, po edhe Serbia, dhe përveç që e ke taksën e tranzitit, nëse ti nuk e shfrytëzon, e ke mundësinë që të tjerët të mvarën nga ti, sepse ndoshta ventili kryesor i furnizimit do të jetë mes Greqisë dhe Maqedonisë në Kosovë. Prandaj të gjitha këto duhet të jenë të elaboruara. Kosova do të përfitonte jo veç furnizim për vete, por të jetë edhe një farë linje tranzite për shtetet tjera. Qytetari don fakte, don argumente, vetëm përmes kalimit të gazit në tap nëpër Shqipëri drejt Italisë, Italia fiton me qindra miliona euro dhe kjo është një levërdi që ja fuqi vlerë një projekt të tillë. Mi po prap po e kthej në një dimension tjetër. Unë besoj deklaratat e politikanëve aktual kanë qenë të pamatura. A besoni që se ka parë Albulina Agjiu editorialin, opetin e anë? Unë besoj që për mua është me rëndësi qëndrimi i Zotit Kurti, shumë me rëndësi sa qëndrimi i zonës Albuline. Mirë po, unë besoj që... Ka peshe dhe politike dhe në shtetë dhe në parti. E tëra kjo ka ardhur në kohën, do thot, e zgjedhjeve, në kohën e numërimit të votave, dhe ndoshta një farforme do t'jetë një temë e një rritje të pazarit në një dialog eventual mes fituesit dhe opozitës, sepse kemi pas deklarata që një ndër pikat kryesore për një koalicion eventual do të jetë edhe gazi amerikan, dhe ndoshta kjo do të jetë një temë e pazarit që do të futen. Po, e tëra kjo i dëmton raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por në fund besoni që do të pranohet si projekt? Unë besoj që Kosova nuk e ka luksin dhe asnjë politikan nuk e ka guximin në rrethana normale të A është temë që rrezon pushtetin në Kosovë? Në këto rrethana aktuale nuk mund të garantohet që në Kosovë mund të bie pushteti me këtë, do të thotë, masovizim, me këtë qasje ku nuk dominon ekonomia, nuk dominojnë projekte strategjike, po dominon vetëm dashnia ndaj liderit, dhe një liderizëm i tillë do ta ngulfat Kosovën jo vetëm me këtë projekt, por edhe me projekte tjera. Çka përfiton Kosova përveç në aspektin e partneritetit me SBA-n, në aspektin ekonomik dhe të furnizimit me energji? Çfarë përfiton Kosova? Janë disa komponente të cilat duhet t'i kemi parasysh. Është e para që është një investim që vjen nga partnerë dhe institucione kredibile financiare. E dyta, Kosova nuk do të ketë më varfshmëri nga importi, po do të ketë prodhim. E mbulon konsumin e brendshëm bashkë me atë që E treta është komponenta ambientale, sepse nuk e ka riskun qoftë të gasifikimit, qoftë të thëngjillit, dhe mbi të gjitha është një përfitim strategjik sepse je pjesë e një projekti për cilin projekt do të kujdeset ai që investon, dhe ta kesh mbikëqyrjen e një projekti të tillë strategjik nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, besoj krahas bundësillit, krahas NATO-s dhe ushtrisë, është një garant që jemi të monitoruar, do të kemi mbështetje dhe aty kush Amerika do të jetë Kosova e sigurt. Dhe a është